Po kushtet atë, unë duhet të sjell një njeri që atë më Jo, bëjë valla, nuk duhet më bjesh asnjëri mua, valla. Po pse valla, ai të ka respektuar ty? Kush më ka respektuar? A jena HB për jetë? A jena ne HB për jetë? Po. Si kena thënë atëre. Po, HB për jetë. Okej, tani pse s'do me ta sjell atë shokun ton? Shokun ton, dale pak se e gjeta këtë. Sa vite ke në Shqipëri ti? Një 7-8 vite. Ke qenë në Gjermani më para? Në Gjermani, po. Në Düsseldorf. Po shu rrit rëp të shpis. Në Düsseldorf. O, rrit e ti rëp? Ha? Mbajtë me në kush jam. O, rrit e, Kalo në privat, pastaj kur të mbytesh live-in. Jo, rëp të rrit live, rëp. Po qa live se vëlla kena punës, jena për TikTok-in. Po ngrihet grupi jetimave, vëlla. Vëlla. Më falë që ta tham ashtu më, po edhe ti jetim njerë. Unë të njoft ty që ati për jetë, jo bë. Jo, nuk më njef më. Të njoft, shumë mirë. Më shumë sa Po të kam tjerë. respektuar se je nga Fieri, prandaj të kam dhënë pak kohë, po. Me qa po shikojnë s'duhet me lënë kohë asnjërit. O vëlla, ti kur të mësosh mu se kush jam, ose më njefti mu, po ben tani këtu janë live si kush më njeft, do shikos pastaj. Do shikos pastaj se kush jam dhe kush, qa bej edhe me ke rri edhe me ke bashketoj. Ore, 1600 veta, ama njef në njeri këta mua se mua po Ore, kuptoj flisni një ju, tjetër. flisni ju. Fjera, kuj kam fjerakën, ku janë? Nuk duhet mi pofi asnjëri, vëlla, nuk më pëlqen ato gjëra. A ke qenë njerë në Düsseldorf? Düsseldorf. Ka qenë Arlindi, ka qenë Arlindi në Düsseldorf. Okej. A e mba mend atë ditë atia? Në Düsseldorf nuk e qenë ti, ka qenë ai tjetri, vllai i Arlindit. Ore, nuk po të marrë vesh, vëlla, referotu, qa halli ke, vëlla. O dha, s'mund me i thonë këtu troç majbete, se janë... Ore, ti po përmend Arlinda, po përmend vlla Arlinda, nuk po marrë Po vesh, normale, qa vlla, është se kjo më ti po më bën mu këtu si kur si njefti ata. Nuk i njoh, vëlla. Po qysh nuk e njefti o burr? A ke dalë në videoklipe? Nuk e di çfarë plan, harroj gjëra momentale, vëlla. Harron gjëra momentale. Për zotin, pyet shefin e policisë, vëlla, më gjuajtë me armas, nuk e di kush ishte. Po e di unë kush ishte. Kush? Po hajde në privat, pse këtu do ta them ty? Po pse e the me aq konfidencë? Po pse këtu do ta them ty 1800 veta këtu ta them Mua këtu. më prun njerin, më fan, a mban mend si kishte vetllat, vesht, syt, hundën, gojen, ta vizatoja, e fash nuk mbaj mend. A ishte brandaj. Në burg, që ka gjujtë. Qysh doli nga burgu vetëm me bëj gjujtje për mua? A ishte në burg, jo, po pyes ty, e din. A ishte në burg ai, qysh, ishte brenda burg ai njeriu e doli nga burgu me më gjujt? Jo, re. Qa? Ai që të ka gjujt ty, ka qenë në burg, e njefti. Nuk po të kuptoj, ishte i burgosur e lan një ditë jashtë me leje me bëjgjujtje, qa po fua, vëlla, po... Ore, po më qoreton, mos harro, unë nuk flas shumë mirë shqipër. O, vëlla, ai që të ka gjujt ty... Ore, vëlla, aman, ore. Ti e njef atë, ti e njef. Aman, ore, aman. Ti e njef atë. Qilinë. Po tani, më përmend emra këtu. Ore, o njez, a më kuptoni kur flas unë, apo kuptoni kur flet ky, se unë po qoremtohem, vëlla? O, vëlla, ta them troç, mos lodhim shumë trut. A du më mësu gjera? Duhet mësoj, man, qa ke mësoj? Okej, hajde në privat e rregulloj vëtia. Jo, nuk lëviz nga privati, se ashtu më fusni në burgër. Kush të fut burgër, vëlla? Jo, po rri live. Pse të fusim burgën? Ne me zit të ndorë. Me qasni me Rico, me Conspiracy, e nuk duhet ha çështje për planifikime. Vetëm live mund të flisni me mua. Jo, e ke gabim, vëlla. Jo, e ke ti gabim. Se kam gabim, ti e ke gabim. Për zotin e ke gabim, sepse unë po dola në privat, ha çështje
planifikimi, çështja me planifikim mban dënim deri 30 vjet. Prandaj e kam më mirë flasim live, kam 1800 dëshimtar që po i drove fjalët tia më mbrojnë. Okej. Në WhatsApp, Jo, numër privat. no. Po ti o vlla gjera privacion, do t'i them këtu unë. Po ti erdhe te live im, ti mund gjeje mënyrë. Po vlla, unë Ti që je pjesë e bandës, ti që je HB ti kam rënë numrin ne tënd që në dale WhatsApp, kem ne bërë që neve jemi çuna firak, jemi çuna nga Fieri. Tani unë nuk mbaj mend shumë nga Fieri, po me çfarë mbaj mend unë nga vendet e tona, ne dim të gjejmë mënyrat e njëri tjetrit. E dim të gjejmë lidhjet, e dim të kontaktojmë. Po ti o vlla, Jo se jam ndonjë vrasës ose ndonjë fort, por besoj se edhe unë respektojmë deri në një nivel që mund të gjesh në një kontakt. Mund të nisësh në një haber, në një mënyrë, nuk e di qysh, po ti erdhe live para tërë këtyreve vetave, po shkruaj 1 orë. Tani kush je çun se nuk po të njoh o djalë. E di veta, e the vetë valla. Te Düsseldorfi. Jo, po ti fesisha unë, ishte Arlindi. Kam qenë dhe unë atje. Tani ka qenë Arlindi, ke qenë veti edhe unë. Edhe vllaja ti. Kemi qenë të katërt. Ti jo, unë, Arlindi dhe Ore, vllai. ky më çmendi, o biri troç muhabetit, vlla, ç'a ke? Po vlla, a do me fol në privat? Jo. Të tregoj se dhe kë kam nga mbrapa. Jo, s'dua t'ja di. Okej vlla, nuk do t'ja dish, okej. Okej. Mara si e HB. Jo, vetëm provoj të bëhem fetar të ndjek rrugën e Zotit. Okej, atë. Ajo është mendimi jo se mund ta. Po mendoj të qasem te Po, xhamia e fundem ne. Fierit me fillu me pastru xhamin e Fierit. Me bësa sadaka. E barakat inshallah. What the fuck. Për Zotin, po mendoj me ik vetëm me pastru hoboret e xhamisë të Fierit, po provoj edhe 1800 veta t'i marr me vete, vetëm të shërbejmë atje me uqas Zotit inshallah. Po biçja ti mendon se unë tallkarin, po. Jo, asun vlau, la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Shuja fut edhe on millit ti po. On millit kanë zemër ty. Si? On millit kanë zemër ty, po ti ja fut e on millit. On millit ka respektu. No way. O vlla, harroj gjëra momentale unë vlla. Jo momentale vlla, s'është momentale. Jo, për Zotin, harroj gjëra unë. Harroj gjëra që bëj në moment. Ajo është ta mbash tërë jetën. Të mbaj unë tërë jetën. Po normale pra. Se një s'kam vrarë. Shoku është shok o vlla. Por s'ka ndonjë gjë që ndodh midis meje me shok, po unë s'mbaj më në shok. Qysh nuk mbaj me shok ti o vlla. Me atë ke ngrem, atë ke pim, Por atë si nuk ma njeh një njeri 1800 veta se po mlodh vlla. Na e gjej energjinë unë për këta lloj horror. Po s'dalëm TikTok o vlla. Po ti ke dalë me foto mbrapa një makine që s'është as e jotja vlla. Kush Më fal djali. Kush tha? Po të shkoj foton o djali. Po Ke marrë një kulet aty jo? Po kush tha? Qysh kush fa? Kush tha që nuk e shihni? Ke makinër? 3-4. No way. Seriously. Okej, po desh të mësosh, hajde se në privat më ke. Ore nuk duhet mësojmë privat, unë se ha burg privat. Do të flasësh po live. Ore qa burgu vlla. Pse këtu nuk ha burg vlla? Këtu nuk ha burg ti. Privat, planifikim, burg. Planifikim e ke 2 herë më shumë se sa ta bësh pa e menduar, pa e planifikuar. Jo vlla, nuk do të rrezikoj aq shumë. Po paktën kështu po mdovi në një situatë vlla, bëj 5 vjet dal paktën. Po me planifikim rrok mbylli ndër 50-60 vjeç. 20 vjet burgësh e mave. Po ç'a diskuton ti o vlla? Emiliano Tafa. Ma s'është fare ai mbi emrin. Ky Emiliano Tafa, ky që nga Lushnja, s'është fare nga Tesh me mbi emrin Tafa ja nga Lushnja këta më duket. Me ç'a di unë se s'mbaj shumë mend nga Shqipëria. Kush e njeh mbi emrin Tafa, e di se ku jam. E di dhe ku jetoj. Na Darzeza. Je nga Darzeza ti e Derman? No. Mo Jimmy no.
Unë po të them vëlla nga Zhupani, ky thot nga Semani, ky tjetri. HB Emiliano, mos e ngatroni një. S'është nga Fieri. Nga Gramsci. Qa nga Gramsci vëlla, Fier, Zhupani vëlla. Kja nga Bishanak atje? Nga Zhupani, Ku i bie Zhupani? Po ku i bie Zhupani? Ata që e din. Tani qa ke vëlla, se unë po më hoqe nga puna vëlla, isha duke bërë $5 çdo 10 minuta. Unë jam atë shokun që të thash, që të ka sjellë nga Orenburg, ka ardhur një 2-3 herë. Nëse ai do të cili vend i Shqipërisë është ky shok? Nga cili vend i Shqipërisë? Nga Dibra. Nga Dibra? Po. Okay. Ky shoku nga Dibra më ka pru cigare në burg. Që ka dhe një makinë. S'po ta them, po më ndihmoj. Më ndihmoj mua ky? Po. Nga Dibra, lëviz me një G klas. E lëviz me G klas. Qa tjetër do të mësosh? Ato të privatësisë nuk i them dot tuava. Nuk flas privat me asnjë. Jena një skuadër, jena vëllezër krejt, nuk e shesin tjetrin. Besash besva. Jo, nuk jemi nga një skuadër, se juve ndjekni djallën e unë provoj të ndjek Zotin. Valla, ajo është jeta jonë, bardhëzi. Okej, juve rrini te zeza, unë do provoj ikin xhenet inshallah me iman. Po prapo. Ti unë të njoft, ti një kur t'jesh në xhenem, kur t'jesh në xhenem, më shkruaj inshallah, po s'besoj se do vi mesazhi. Inshallah na mirë Zoti më. Jo vlla, ti mbaj mend atëherë kur futesh ajo ke nga HB atë jo, për shokun i veshi dorezat. Ti çmendesh e fare vlla, dile nga ajoja. Nga mendoria. Di do t'rregoja një më të bukur vlla? Si? Ke pa një sken tjetër që ka dal pjesa e dytë asaj për dorezat? E ka dal, po e para çmendesh. Po dëgjoj pjesa e dytë si vetë pjesa e dytë. Ngrihet iblisi në ditën e Kiametit në xhehenem. E jep kutbën iblisi. A kupton ku përfundove vlla? Ngrihet në ditën e Kiametit vlla, iblisi në therr, në xhehenem. E ngrihet edhe tërë njerëzit e presin qa do foj shejtani tani, qa jep kutba iblisi do të në këtë dunja apo në botën e Kiametit. Zirën e rasë mërna se kapën me pistole. Kupto kutbën e iblisit rëpte jeta në për koridore. E mba men. Oj, dale, dëgjoni pak kutbën e iblisit, fu edhe njëherë? Qa të themë vë? Ta thash një. Kutbën që jep iblisin ditën e Kiametit, ta dëgjojmë. Ela me të qeshme. Iblisi janis me të qeshme. Po mos më ndiqni shumë mua se unë nuk jam i ditur. O vlla, për shokun i veshin doreza. Gjë e parë që bën iblisi është e qeshmja, dëgjojeni. Në për zona. Ndrohet emri. E diti? Në çdo zonë që i vete ndrohet emri. Vetën Tiranë ndrohet emri, vetën Fier ndrohet emri. Vetën në UK ndrohet emri dhe aty. Qysh bëhet kjo gjë? Po ti e di shumë se mu. Frima shifes Gucci si jetan për koridore. Kujton gjë? Po qysh jo, në qofë se ki arru krejt. Se ato janë gjera se nuk harrojnë. Fash nuk ma e mend të vlla, po provoj të eci parë me një jetë të re. Mundohen me na kap, po këto shqipe nuk kapen. Bravo, qenë ke fansër? Nuk jam fans, jam antar. Ta thash dhe njërë. Je antar i HB's nga Fieri? Yes. Wow, that's so nice, man. Po më ke parë dhe ti? No, I don't think so. Rolls Royce. You have a Rolls Royce? Rolls Royce, yellow black. That's so nice, well done, bravo. Ma ke parë bë, në përfjet, me Rolls Royce.
No, për zotin, jo. Një makinë blind. Për zotin, no. Këta shkruajnë këtu që makina është fake, po normale se është fake makina, se unë do dhe makina në realitetit aty. O vlla, kaluan 30 minuta, tani besoj se janë 10 minuta, do pim një kafe se jam mërzitur. O vlla, unë po të pres ty të m'japësh një lokacion. Arri atje ku rrie atëhere në Shqipëri. Për zotin, nuk po i marr veshër. Arri atje ku rrie në Shqipëri. A ke ndërru lokacion? Si është më thuaj, kam ndërrua a jam aty? Ore na lodhi të shpis. Ore a do vish të pim kafe tani qa do bësh? Do vi vetëm po the free skilla. Mirë, free skilla në 100 herë, tani ti bën një gjë vëlla, hape live-in, e shko tek ai vendi, e tregoj pak fytyrën e fuaj Nuk e erë hap pi do të kafe. live-in o vlla, se do 3-4.000 followers, nuk e di sa e ka. Jo, e hap direkt kamerën, dale. Të ndihmojmë direkt të vesh të hapësh kamerën. A njerëz, bëni tar follow këtij djalit. Ti vetëm shko tek ai vendi, hape me fytyrën tënde, e thuaj kam marrë pi kafe. Nuk mund na tregu fytyrën se na bllokojnë. Okej, vetëm rri 10 minuta aty tek ai vendi. Okej, po do surprizohesh po. No problem, ec. Okej, po e mbyll lajm, po hap. Jo, prit se duam të bëjmë me 1000 veta që të hapësh kamerën. Si bëhet me 1000 veta valla, se si a di as fare kësaj TikTok. Prit se do t'i japun tani, se ti duhet... Po njerëz, bëni çik follow. Okej, 305 veta. Na tregon një histori, ke qenë ndonjëherë në aksion?